Për 24 orësh në të gjithë vendin, strukturat e policisë së shtetit po vijojnë operacionin policor të koduar hapësira publike. Në operacionin për lirimin e hapësirave publike janë përfshirë strukturat për hetimin e krimeve ekonomiko-financiare, patrullat e përgjithshme dhe forcat shqiponja në bashkëpunim me policitë bashkiake. Vetëm në 24 orët e para, nga 133 rastet të evidentuara, 10 persona përfunduan në pranga, ndërsa 123 të tjerë janë proceduar penalisht për zaptim të hapësirave publike. Ky aksion ka si objektiv lirimin e hapësirave publike dhe ndoshkimin e shtetasve që i kanë zaptuar duke i shfrytzuar si vend parkime apo lavazhe me qëllim përfitimin në mënyrë të paligjshme. Njëkohësisht policia rrugore dhe shërbimet e rendit po vijojnë me intensitet kontrollet dhe ndoshkimin e parkimeve të gabuara që pengojnë qarkullimin normal të mjeteve dhe automjeteve të emergjencës. Gjatë këtij 24 orëshi, 133 rastet e goditura kundër shfrytëzimit të kundërligjshëm të hapësirës publike apo private për aktivitete ekonomike të paregjistruar në organet tatimore, rezulton se subjektet përfitonin të ardhura të fshehura pa lëshuar kupon tatimor. Rastet më të shumta i ka patur kryeqyteti, 78 të tilla me 10 të arrestuar dhe 68 të proceduar. Më pas është Shkodra, që mban vendin e dytë me 16 raste të evidentuar dhe 16 shtetas të proceduar. Lezhë me 11 të tilla, e më pas vijojnë qytete të tjera si Korça, Fieri, Lushnja, Vlora, Saranda e Dibra. Gjithashtu janë evidentuar 45 raste të parkimeve të gabuara që pengonin qarkullimin e lirë të mjeteve apo të qytetarëve. 3 raste janë konstatuar të punësimit të paligjshëm. Aksioni kundër pushtimit të hapësirave publike dhe informalitetit do të vijojë intensivisht, ndërsa materialet procedurale i kanë kaluar prokurorive të rretheve për veprimet mëtejshme. Policia e shtetit apelon për qytetarët dhe drejtuesit e mjeteve që të mos sënojnë të drejtën e qytetarëve për të shfrytzuar bashkërisht hapësirat publike dhe të respektojnë me rigorozitet normat e ligjit tatimor dhe kodit rrugor. Çdo veprim që bie kundërshtim me ligjet në fuqi do të ndëshkohet. Gjithashtu policia i fton qytetarët të denoncojnë çdo rast paligjshmërie që konstatojnë, duke kontribuar në garantimin e rendit, sigurisë publike dhe zbatimin e ligjit.